për 30 vite nuk u anhua as në asnjë moment, por punojmë për kushtim. Dhe perioda e fundit është edhe kontributi i djalit të tij, Rudi Peranici, se ka përkra dhe duket që po ja dorëzon stafetën pikërisht Rudit. Tej Peranici, me dorë të mikrofonit, me dorë të mikrofonit, presi profesor Tayyip Pjaniçki. Shëgo, u rritën e këmë, baba, u rritën e këmë, faleminderit shumë, faleminderit djema. Kjo është gjesti më i bukur që ju mund të bëni për prindin e dytë, sepse jashtë shtëpisë Jaku është prindi. Njeriu prind Tayyip Pjaniçki, kampioni i heshtur. Do të njësë në pak minuta që do e hajë se do le të gjithë. Rallë parë, klubi futbollit Shkodra, shtëpia kupave, është dhe lojtarëve të sarmës, dhe atyre që në kanë ndërru dhe në kanë lanë vitemër, dhjemi që kanë dalë nga klubi Shkodra. Kjo është klubi Shkodra. Klubi Shkodra është një familje sportive. Këtë familje sportive e ka bërë shumë të madhe sot prezenca të gjithë të tjerëve që janë këtu. Dhe i falenderoj shumë se klubi Shkodra është një familje sportive që kryet Shkodrës se jo dhe gjithë Shqipërisë. Dhe në qimë. Të nderuar prindër, veteran futbollit, ish futbollist i klubit Shkodra, sportist, trajner, miq, mbështetës klubit tonë. Në përshëndetje të veçantë për miqtë tanë të ardhur nga Vlora dhe nga Ucili, që na lap 8 milionë dhe 8 Adriatik bashkë me Shkodrën. Mirë se kemi ardhur në familjen tonë sportive, e cila sot është më e madhe dhe më e bashkuar se kurrë. Sot nuk kena mbledhur thjesht për një drekë festive, sot jemi mbledhur për të festuar një vit plot sakrifice, pune, emocione dhe suksese. Pas çdo fitorie, ka djers, pas çdo medalje, ka mund, pas çdo trofeu, ka njerëz që kanë besuar te ky projekt dhe kur rruga jonë nuk do të ndalet asnjëherë, pavarësisht se nuk është e lehtë. Klubi Shkodra nuk është vetëm një klub futbolli, është një familje e madhe ku fëmijët tanë rriten me vlera, disiplinë dhe dashuri për sportin. Ky sezon na ka dhuruar rritje të jashtëzakonshme. Sot në ekipe me 239 futbollistë, akademia më e madhe në gjithë zonën e Veriut. Kemi fituar 2 titër kampion Shqipërisë, ekipet U16 dhe 17. Sezonin e ardhshëm do të marrin pjesë në superiore, bashkë me ekipet 13, 14, 15, 16 dhe ekipi U19 kategorinë e parë. Një premtim sot nga ana ime dhe presidentit ton Florenc Marko, ekipi i rritur, i cili do marrë pjesë në kategorinë e tretë, do pretendojmë dhe do të ketë objektiv për të ngritur në kategorinë e dytë dhe për të mos u nalur drejt majave të futbollit shqiptar. Por në të gjitha, kemi fituar diçka që është më e rëndësishmja, besimin dhe respektin e qindra familjeve që nga kanë besuar fëmijët tanë, prindërit që janë prezent dhe të tjerë që nuk janë prezent. I falenderoj. Duhet falenderoj me zemra sportistët tanë të cilët luftuan në çdo ndeshje, trajnerët që punuan me përkushtim çdo ditë, prindërit që na qëndruan pranë në çdo moment, si edhe çdo mbështetës i klubit futbollit Shkodra që kontriboi me këtë rrugtim. Një falënderim të veçantë për Agim Canin, i cili na mbështeti në fillimin e këtij sezoni dhe ishte pranë nesh në momentet më të vështira. Falenderoj gjithë prindërit dhe miqtë që kontribuan për realizimin e këtij eventi, duke dëshmuar edhe një herë se klubi Shkodra është një familje e vërtetë. Tani është një moment për mua emocional, shumë emocional për gjithë zallën, sidomos për djem, një menjove krejt të veçantë. Do të shpreh për mikun tim Florenc Marko. Pa mbështetjen e këtyre personazheve, unë e quaj president. Ai më thot të lutem mos më thuj president. Po, është presidenti i klubit futbollit Shkodra. Jo vetëm për mbështetjen financiare, por edhe për vizionin,
idetë dhe projektet që ka përndërtojnë për të ardhur e klubit. Jam i bindur se me kontributin e tij dhe miqve të tij, klubi Shkodra do të arrijë nivele të larta në futbollin shqiptar. Faleminderit Florence Marku, një ndërtokitje për Florence Marku. Urime Florence, ka gëzoshën e të bëgjyri dhe të postë të ri, dhe përdoshën që ke u them që në të ardhme më të ishin nga presidentet më suksesshëm Shqipërisë. Këtë fragmente i lutem më falni. Mendoj, sa i meriton, e thash shpejt për të edhe të tërdijet njëto. Kupat, që janë majtës dhe gjatës, janë fituar, janë dëshmi e punës tonë. Futbolistët që përrisim sot, të gjithë të tjenë që i përshnesin, futbolistët U9, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U19, i përshnesin. Festi për vetë këtyre, bashkë me trajnerët e tyre. Le ta gëzojmë së bashku për që shka kemi arritur, por njëkohësisht të shohim përpara me besim, sepse rruga suksesit për klubin Shkodra sapo ka filluar. Sot festojmë suksesit e këtij sezoni, por nesër fillojmë punën për sukseset tjera. Ju falenderoj për pranimin tuaj dhe ju uroj të gjithëve ta kaloni sa më bukur. Ju falenderoj të gjithëve. Bazuar në konsideratat dhe falenderimet që kryetarit Tajim Pirani që përcolli për presidentin e ri Florence Marku, mendoj të them që është momenti ta thrasim këtu vetë zotin president që të bëjë një presidenti të shkurtër. Ju presim një ndërlidhje edhe një herë për presidentin Florence Marku, i cili si pas informacioneve të zotit Pirani që ka marrë përsipër me një projekt ambicios ka çojë klubin Shkodra në majë të lartë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë gjithë, faleminderit që keni ardhur këtu këtë organizim që ka bërë Profja. Uroj që sezoni tjetër të jetë me sukses sa më shumë dhe testi gjurmë të futbolistave që ke dalë për klubin Shkodra. Sukses edhe herë, profe! Suksese! Kesh vetë që ka edhe moshë mirë fëmijë. Por suksese. Ka pritë Zoti Marë, thoni ju këte nga Shkodra, Zoti u rrit edhe pashe suksese. Tani unë do t'ju lejnë në shoqërinë e miku tim dhe kolegu tim Gaspar Marku, për arsye objektive ne do të largohemi deri Tiranës, i lumtur që erdha sot dhe ndava me ju këtë gëzim. Uroj të shërbej klubit Shkodra dhe miqve të mi vetëm për suksese dhe gëzime të vazhdueshme. Mirupafshim, Andrej Lani Cirova, që bërë pjesë të kësaj vite, zonin të shpërblesh, që e një një komunistë që kamionë. Faleminderit të frymë për dashikën e Allah. Mirupafshim, suksese!